Rrëfej këtë histori jo për të mburur, por sepse ka një të vërtet që më ka ndjekur si hije që atë ditë. Dhe ndoshta, duke e treguar, do të pushoj më në fund të më ndjek. Unë e njoh atë burr që nga fëmiria, jo burrin, nipin e tij. Nuk dua të them emrat, sepse disa gjëra janë më të rënda kur i ke pa emër. Ai ishte djali i vëllait të burrit tim, pra fare fisi i afërt, por jo aq sa të mos mund të ndodhte ajo që ndodhi. Ishte verë. Një verë aq e ngjehtë sa edhe hijet t'i gjeshin. Burri im kishte shkuar në Gjermani për punë 3 javë, dhe unë kisha mbetur vetëm në atë shtëpi të madhe me obor të mbushur me bar të thatë. Nipi, le ta quajmë Artani, ishte 25 vjeç. Sy të gjelbër si uji i ndenjur i liçeneve. Duar të mëdha me flanxha që i kishte trash nga puna në fabrik. Sa herë që vinte të më ndihmonte me dru zjari apo me çantat e rënda, shikimi i tij zgjaste pak më shumë se sa duhej. Unë e vija re, por bëja sikur nuk shija. Sepse në atë moshë, kur je 45 dhe ke një djalë 25 përballë, ti nuk mendon se diçka mund të ndodhë. Ti mendon se je e sigurt në rolin tënd. Teze. Grua e xhaxhait të tij. E dija se ai më shikonte kur hapja këmishën në obor nga vapa. E dija se ai gjente pretekste për të qëndruar më gjatë. Por nuk bëra asgjë. Deri atë ditë. Atë ditë ishte e njëjte. Artani erdhi pa u thirrur. Tha se donte të kontrollonte çatin e garazhit sepse një dëras ishte liruar. I thash: "Bëj si të duash." Ai hyri në shtëpi, mori shkallët dhe u ngjit lart. Unë isha në kuzhinë duke la arenët. Kisha veshur një fund të shkurtër dhe një bluzë pa mangë. Nuk isha veshur për të, por isha veshur për vapën. Dhe ndoshta, po të jem e sinqert, për veten time. Për atë gruan që ende ndihej e gjallë brënda meje, edhe pas 15 vjet martesë. Artani zbriti nga catia pas gjysmore, por nuk doli jashtë. Erdhi drejte në kuzhinë. Ishte i djersitur. Bluza i ngjitej në gjoks. Dhe ai më shikoi ashtu siç të shikon një njeri i uritur. Teze, tha. Zëri i tij nuk ishte i një nipi që flet me tezen. Çfarë, Artan? A të ndihmoj me diçka? Jo, faleminderit. Por ai nuk u largua. Eci nga pas meje. Aq pranë sa ndjeva ngjehtësinë e trupit të tij. Dhe pastaj, pa thënë asnjë fjalë, më puthi në qafë. Jo butë. Me atë lloj butësie që fsheh e gërsin. Ngrita supet. Doja të bërtisja, por zëri nuk doli. Sepse në atë moment ndjeva diçka që nuk e kisha ndier prej vitesh. Një dridhje. Jo frike, por pritje. Artan, mos u fut në punë të mëdha, i thash. Tashmë jam futur, më tha ai duke më kthyer nga vetja. Kur më puthi në buzë, nuk e ktheva kokën. E lash. Dhe kur më ngriti fundin me duart e tij të trasha, nuk e ndalova. Dhe kur më çoi në dhomën e gjumit, atë dhomë që kishte parë vetëm mua dhe burrin tim, nuk thash asnjëherë ndal. Ai më shtriu në shtrat. Drita e pasdites hynte nga perdja e bardhë dhe mbulonte trupin tim të zhveshur. Ai qëndroi për disa sekonda duke më parë, ashtu siç shikon një pikturë para se ta prekësh. Pastaj filloi. Por kjo histori nuk është vetëm për fillimin, është për atë që erdhi më pas. Sepse Artani nuk ishte si të tjerët. Ai nuk nxitonte. Ai nuk donte vetëm të mbushte veten. Ai donte të më mbante aty për aq kohë sa trupi im të duronte. Për 3 orë resht. E di që mund të mos më besoni. 3 orë janë shumë. Janë 180 minuta. Janë 10.800 sekonda. Por unë i numërova çdo sekond,
sepse çdo sekond ishte ndryshe. Gjysmore e parë ishte e egër. Ai më mbante flokët dhe më puthi në çdo pjesë të trupit. Më bërtiste emrin si të isha e tij. Dhe unë, për herë të parë pas shumë vitesh, bërtita pa e menduar. Jo nga dhimbja, nga liria. Ora e dytë ishte e ngadalt. Ai pushonte, pastaj fillonte përsëri. Më shikonte në sy dhe më pyeste: "A do të më kujtosh?" Dhe unë i thoja: "Po, do të kujtoj." Dhe ai vazhdonte: "Ndonjëherë më kafshonte supin mjaftueshëm sa të linte shenjë. Ndonjëherë më pëshpërite fjalë që s'duhet t'i thot një nip tezes." Ora e tretë ishte ndryshe. Ishte pothuajse e qetë. Ai më kishte mbështjel me krahet e tij dhe lëvizte ngadalë, sikur të ishim në ujë. Nuk flisnim më, vetëm merrnim frymë së bashku. Trupat tanë ishin të lagur nga djersa. Ajri në dhomë ishte i rëndë si leshi i lagur. Dhe unë ndjeva për herë të parë se çfarë do të thotë të jesh plotësisht e pushtuar. Jo me forcë, por me kohë. 3 orë resht. Kur mbaroi, u rrëzua pranë meje pa fuqi. Ishte i zbeth. Edhe unë. U ngrita për të pirë ujë dhe këmbët më dridheshin. Pash orën në mur. 3 orë e 12 minuta. "Teze", më tha ai me zë të ngjirur. "Mos më thirr Teze", i thash. "Çfarë të them?" "Asgjë. Mos thuaj asgjë." U vesha ngadalë. Çdo robë më duke e huaj. Bluza më ishte e kthyer prapa. Këpucët më ishin në krevat. I vura sikur t'isha një robot që po mësonte të ecte përsëri. Ai doli para meje, donte të më puth, e shtyva but. "Kjo nuk ndodhi kur", i thash. "Por ndodhi", tha ai. "Nëse i thua dikujt, të vras." Qeshi. E dinte se nuk do ta vrisja, por e dinte edhe se nuk do ta tregonte kur. U largua. Dëgjova makinën e tij që nisej dhe zhurma u shua ngadalë. Pastaj qëndrova në kuzhinë, duke pirë ujë akoma, me buzët e thyera nga kafshimet e tij dhe një boshëllëk në stomak. Boshëllëk jo nga uria, boshëllëk nga kujtimi i atyre 3 orëve. Sepse tani e dija se trupi im ishte i aftë për më shumë se sa kisha menduar, se mënyra se si kisha jetuar deri atë ditë ishte vetëm një babene mundshme, dhe se kishim edhe versione të tjera, të fshehura në lëkurë, që prisnin vetëm një dorë të guximshme për t'i zgjuar. Burri im u kthye pas 10 ditësh, më puthi në balë, më tha: "Sa më ke munguar?" Unë i thash: "Edhe ti mua." Dhe ishte e vërtet. Por jo e tëra e vërteta, sepse pjesa tjetër e së vërtetës ishte e shtrirë në atë shtrat, në ato 3 orë, në atë dhomë ku drita e pasdites hynte si ujë i ndotur. Artani nuk erdhi më për 2 javë, pastaj erdhi një të diel me burrin tim aty. Shtrëngoi duart me xhaxhain, më puthi mua në faqe sikur asgjë. Por kur u largua, më shikoi për 1 sekond, dhe në atë shikim pa shtër ato 3 orë të ngjeshura në një çast. Ai dinte diçka që burri im nuk do ta dinte kur, dhe unë dija diçka që asnjëri prej tyre nuk do ta kuptonte kur. Se ndonjëherë gjërat më të thella nuk ndodhin me ata që duam. Ndodhin me ata që na duan për 3 orë resht, pa kushte, pa të ardhme, pa premtime. Vetëm me trupin, me kohën, me atë egërsi të qetë që nuk e kërkon leje. Dhe ne i mbajmë ato gjëra brënda nesh, si një sekret të gjallë. Dhe flasim për to vetëm natën vonë, kur s'na dëgjon askush, dhe i shkruajmë në letra që nuk i dërgojmë kur. Kështu po e bëj edhe tani. Po e shkruaj për ju, por me të vërtet po e shkruaj për veten time, që të mos haroj se si ndihesha në ato 3 orë, që të kujtoj se edhe një grua 45 vjeç mund të ndihet përsëri e re, jo në moshë, në guxim. 3 orë resht. Askush nuk ma ka bërë më atë punë, as para, as pas. Por nuk kam nevojë,
sepse ato 3 orë më mbajnë për gjithë jetën. Ve kur jam e vetmuar, kur buri im fle në krah ve unë nuk mund të fle, unë kthej mendjen atje, tek dhoma e gjumit me perde të bardha, tek djersa që na kishte lidhur si ngjitës, tek ai djalë 25 vjeç që më bëri të ndihem më e gjallë se kur. Ve buzëqesh. Jo nga keqardhja, por nga mirënjohja e errët që ndjejmë për gjërat që nuk duhet i kishim bërë kur, por ja që i bëm. Dhe ishte e mrekullueshme.